mendoj që nuk mendoj që Kushtë ka qitë me krye. Karl, përpara se të vazhdojmë bashkë bisedimin, unë dua të rikujtoj dëgjuesit që në qoftë se ju keni dëshirë, si gjithmonë, hapësira publike është për të gjithë, mund të bëni request edhe të futeni, unë do jap fjalën në The Police Chronicle për të ndarë mendimin e vet. Fjala për ty. Rrofsh Blon. Desha të shtoja për rreth ardhjes së emigrantëve. Dua që të fokusohemi tek problemi dhe tek zgjidhja e kësaj situate. Për shembull, unë mendoj se problemi është edhe lokal, që ka të bëjë me politikat e Shqipërisë, po edhe global, që ka të bëjë me faktin që pse këta emigrant po emigrojnë nga vendet e tyre dhe ku po shkojnë ata, pse po largohen nga vendet nga ata vinë. Dhe unë mendoj që një nga problemet kryesore të cilat bota sot po vuan është dezertifikimi në masë, sidomos në zonën ekuatoriale. E dini ju që rreth 12 fusha futbolli dezertifikohen çdo minutë. E kuptoni se çfarë gjendje katastrofale gjendet globi? Dhe vende si Shqipëria, të cilat ndodhen, si ta them, në periferinë e Bashkimit Evropian dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës, do e vuajnë të parët. Pse? Se do bëhen buffer zone për të gjitha këto emigrime në masë. Së shpejti do dalin politika të cilat këto vende të cilat propagandojnë për të drejtat e njerëzit, këto do jenë të parat që do i shkelin, se do ndërtojnë mure të cilat do çojnë njerëzit, do i çojnë këtë rrjedh të dyndje të madhe emigratore drejt vendeve të cilat nuk i kanë këto kapacitete. Siç është Shqipëria për shembull, që i bëjnë premtimin që do hyjnë BE. Atyre ju intereson që Ballkani Perëndimor të mbetet një buffer zone. E kanë kështu si last resort për situatën e tillë. Po. Edhe situata është vërtet shumë keq në këtë aspekt. Shqipëria ka nevojë për kapacitete industriale, për ngritje ekonomike, siç thatë dhe ju, duhet që njerëz të mblidhen nga diaspora etj. Dhe të ngrenë strukturat industriale të Shqipërisë. Si për shembull në Gjermani, një fabrik, për shembull, mund prodhojë 4000 makina në javë. 4000 makina në javë, vetëm një fabrik. E dini ju se sa taks mbledh shteti gjerman me TVSH nga kjo fabrik vetëm që prodhon 4000 makina, rreth 1.5 miliard euro. E kuptoni se çfarë bëhet? Shqipëria ndërkohë 3 miliard që i ka të ardhura që vinë vetëm janë nga reminitancat e emigrantëve të shkret. Pra shumë e rëndësishme që të ngrihen kapacitetet ekonomike të Shqipërisë, që dha ajo të jetë gjendje ta mbrojë veten e saj nga këto dhe të rrisi paktën mbrojtjen deri një farë pike. Unë mendoj se për 10 deri në 15 vite ka qenë një nga vitet më të vështira që mund të kaloj globi, edhe kjo sjellje menefergiste e qeverisë, sidomos kësaj qeverie, që sikur s'do na ndodh asgjë ne, jemi pjesë e NATO-s. A e mbani mend se çfarë tha Trumpi? Tha, po pse do hyj Amerika do sakrifikoj Amerika veten e saj për të mbrojtur malin e zi me 600.000 banor? Ka për të ndodhur kjo? Është absurde. Ai do të thënë, kryeministri aktual jeton me ëndra dhe me prralla. Dhe nuk ka iden fare, nuk e di se për kë punon akoma. Dhe desha të thoya edhe diçka tjetër, që Shqipëria ja ka bërë vetes këtë kamp në çfarë mënyre? Ne kemi pranuar në 2000, nuk e mbaj mend, në 2012, më duket, me Sali Berishën atko, mujahedinët më radh parë në Durrës dhe më pas në 2021 afganët në Lezhë. Dhe ne po vendosim një standard, shiko, ja ku jemi ne, një vend i cili është thjesht një discharge emigrantësh, kur të doni, më jepni lekët mua, se nuk dihet se çfarë bëhet në Rogos, çfarë bën qeveria me këto shtetet tjera globale me influenca të mëdha, dhe sjellin emigrantët dhe i sjellin këtu sepse nuk kanë si t'i japin zgjidhje vet, na i rrasin neve. Sepse siç u thash, do jemi gjithmonë një buffer zone, në qoftë se nuk jemi të vetë vendosur. Se jo dëgjova që parë edhe për Albin Kurtin që u përmend. Unë mendoj se vërtet duhet një lider i cili e ka në mendje, si ta them, ka një farë sensi nacionalist të shëndetshëm. Shtet kombin.
Po, shtet komb, sepse nuk mundesh, domethënë, ne jemi 10.000 komb në botë që kemi lejuar ONM, Organizatën Ndërkombëtare të Monitorimit, të drejtoj sistemin ton të drejtësisë. E kuptoni se çfarë shitje e kombit është kjo? Kjo do të thotë që Kombet e Bashkuara, të cilat drejtohen nga Amerika, e cila drejton ONM, le të themi, bashkë me BE-n, kur të duan mund ta kontrollojnë Shqipërinë. Mund të godasin politikisht cilin do politikan. E shantazhojnë, e shkatrojnë fare. Shqipëria ka nevojë patjetër për vetëvendosje, ka nevojë për kapacitete ekonomike, në mënyrë që të arrijë ta mbrojë veten e saj, sepse vitet e ardhshme kanë qenë jashtëzakonisht shumë të vështira, jo vetëm për Shqipërinë, por gjithë botën. Këtë desha të thoshe. Shikoj, ja vlen Karl, shkurtimisht. Ja vlen të thuhet diçka se unë për sa i përket unë vetëm një gjë kam pozitive, po që është madhore për Albin Kurtin, se e vëre, domethënë neve shikojmë edhe pak me dashamirësi se ne kemi të keqen më të madhe te dera e shtëpisë, edhe normalisht është çik bari meshi nga ana tjetër. Nuk është aq i gjithanshëm Albin Kurti, kjo duhet pranuar, sidomos nga sytë e mi të qendrës së djathtë, domethënë, edhe nga disa prej politikave të brendshme ose nga ideologjia vet politike, duket se nuk është e duhura për Kosovën, por është një njëjta teori që hidhet edhe për Skënderbeun. Unë nuk mendoj, domethënë, që Albin Kurti ka iden e shtetit komb dhe është nacionalist dhe ka të parën. Jo, unë mendoj tjetrën. Unë mendoj që ne kemi fatin që interesat karrieriste politike të Albin Kurtit përputhen për momentin me interesat më të mira të Kosovës dhe kombit. Edhe kjo është jo vetëm merit e një individi, nuk duhet të bëjmë të njëjtin gabim që të ngrejmë një individ në piedestal, sikur është çlirimtari, le të mos kthehemi në atë periudhë të erë të historisë tonë, por duhet të kuptojmë faktin e thjeshtë që ai individ bën një farë lloj politike dhe ka disa interesa si të vetat, si ku dëgjohem me gjurmën që do të lëri ai, dhe ne kemi fatin e mirë që për sa i përket pjesës së jashtme, ai ashtu siç e mendon ai, përputhet me interesat tona kombëtare. Le të mos e lyejmë çdo gjë me ar, për sa i përket, por që duhet të jetë edhe do ta bëjmë Albin Kurtin edhe pak modest, do ta bëjmë pak humble. Më fal, mund të them diçka për rreth Albin Kurtit, pse mendoj se ai vërtet mund të përfaqësoj shqiptarët denjësisht si shtetar. Më radh parë si njeri, pse si njeri? Unë mendoj se nga të gjithë politikanët tanë, sepse vetë jam inxhinier, mendoj se shtetit shqiptar i duhet një inxhinier drejtues ose ekonomist, por mundësisht inxhinier. Pse? Sepse ka kapacitet analitik inxhinieri dhe është në gjendje, le të themi, të jap zgjidhje gjërave dhe situatës. Ti çoj resurset aty ku duhen. Një. Së dyti, për sa i përket kapacitetit intelektual, është dhe kapaciteti i tij, le të themi, rreth karakterit njerëzor. Keni parë ju politikan shqiptar të cilët janë arrestuar 3 vjet në kombin më anti-shqiptar të mundshëm, në cilën janë bërë sakrifica të mëdha në ato burgje dhe janë torturuar në mënyrë jashtëzakonisht mizore. Ju e dini që Albin Kurti është torturuar gati për vdekje nga serbët, për shembull, rreth 3 vite, dhe nuk ka kaluar 10 orë burg si Sali Berisha gjoja kur arrestua atëherë në 98-ën, ku ta di unë, kur u bë gjëma e 97-ës etj. Nuk jam për të krahasuar me njëri tjetrin, të lutem. Po, e kuptoni se ku jemi, domethënë. Kemi të bëjmë me një person i cili ka profil inxhinierik, kemi të bëjmë me një person i cili spiritualisht ka kaluar shumë gjëra dhe ka zgjedhur të qëndrojë në një vend i cili është vërtet i izoluar, siç është Kosova aktualisht, që nuk është në gjendje akoma të bashkohet me shtetin mëm, që është Shqipëria, dhe ka vendosur të qëndrojë në këtë lloj situate të vështirë, duke lënë edhe, imagjinoni, gruan e tij, i cila ndodhet në Norvegji, ai ka gjithë mundësinë, gjithë arsyet e botës të largohet nga Kosova dhe të shkojë të rirat, jetojë atje në Norvegji me gruan, me vajzën që ka atje, me një familje tashmë të stabilizuar, një jetë të mirë. Se më duket harrohet ky fakt.
Kemi Jo, bëmi nuk harrohet ai fakt, por ta them jo se harrohet ai nga fakt nuk vlen. harrohet nga shumë njerëz ky fakt, mendoj unë. Shumë njerëz Dëgjoj i dashur, ai fakt nuk vlen sepse se nuk kur vlen ai ti fakt ta vlen. provosh E kam unë fuqin, zgjidhjen. kur ti ta provosh atë të fundit, Karl edhe ke fjalën ti. Pushteti është droga më, jo pushteti, suksesi. Suksesi është droga më e fuqishme që ekziston për momentin për njeriu. Edhe nëse ti do kishe ose unë mos të marr ty, po marr veten time. Nëse unë do kisha 1/10 e suksesit në atë lloj fushë që ka pasur Albin Kurti, edhe unë s'do hiqa më dorë kurrë nga Më fal, zotri, shiko. Unë mendoj, ne nuk e dim se çfarë ka kaluar njeriu në burgjet e Serbisë. Nuk e kemi idenë për këtë. Na kanë thënë që kanë vdekur njerëz, më kupton? Unë mendoj, mund të jetë edhe kështu egzageruar që po them. Unë mendoj se Albin Kurti mund të krahasohet me Nelson Mandelën për Shqipërinë. Sepse edhe Nelson Mandela ka kaluar këtë histori, nga apartheidi është arrestuar, është torturuar etj etj. Edhe Albin Kurti të njëjtën histori ka. Këta njerëz e kanë parë vdekjen me sy, edhe nuk ju intereson më. Le të kurse themi, unë jam kundër kësaj. Unë jam kategorikisht kundër sepse unë jo, e them shiko, dhe jam i djathtë. Për mua nuk është Kjo ajo. jap unë zgjidhjen çuna. Jo, Kjo jap unë zgjidhjen. ti bësh pjesë e zgjidhjes. Ti do që të bësh pjesë e një diçka e më të madhe. Dhe e le veten tënde pak më njan. Çuna, zgjidhja është jo Albin Kurti si njeri, po Albin Kurti edhe çka ka personifikuar edhe mënyra si ka vepruar, mënyrën e ideologjia e Shtetkombit, të jetë një ideologji. Të jetë një ideologji që ta kenë shqiptarët. Në Shqipëri, çfarë ideologjish ke? A keni ndëgjuar ndonjëherë vetëm ne këtu në Twitter mund të bëjmë ndonjëherë debat ideologjik. Në Shqipëri ideologjia mbizotruese, të vetmit që shtyjnë një lloj ideologjie janë fondacionet e majta, janë NGO-t perëndimore, të cilat shtyjnë atë lloj ideologjisë tyre. Nuk kam ndëgjuar ndonjëherë të ketë tu në NGO e cila ka ndonjë mendim liberal ose ndonjë mendim djathtë. Të gjitha janë woke. Të gjithë shqiptarët, më thonë, debati vetëm ideologjik në Shqipëri është një debat shumë i mirë strukturuar nga e majta, e cila është shumë e fortë, dhe një debat pseudo katundar shpesh herë në kuptimin katundar, mos ma keq kupto plan, debat i pa gdhendur nga e djatha, sepse e djatha shqiptare nuk është e formsuar ala. Edhe pajtohem me Bleonin kur thotë që jo Albin Kurti nuk ma mush synin. Personalisht aso nuk pajtohem me ideologjinë e tij. Personalisht aso nuk pajtohem me aq majta sa ai është, po për në këtë kohë, në këtë vend ai është e vetmja zgjidhje që kena, sepse jena kaq të shtypur edhe kaq të vjedhur sa edhe një majtist i cili vjen me një petk krejt modest që unë nuk vjelli, edhe kaq, edhe tanë shqiptarët turën mas ti, unë nuk vjelli, edhe unë mbroj interesat e vendit, edhe na duket një fërmarrje e re, sepse kaq shumë jena shtyp. Por besoj se neve duhet t'i marrim të mirat edhe të mundona ta kthejmë këtë shtetkom në një lloj ideologjie dhe jo të kapena mas një individi siç mund të jetë Albin Kurti ose dikush tjetër, sepse të njëjtën gjë kanë menduar njerëzit dikur edhe për Sali Berishën, por njeriu pson atë metamorfozën e vet. Njëjtën gjë kam menduar edhe unë për Edi Ramën kur e votova për herë të parë në 2013 në votën time të parë, edhe njerëzit ndrojnë ose kanë gjithmonë ashtu, po unë besoj se ndrojnë, dhe sidomos një artist i cili është i prirur për nga deliri, kisha thënë. Kaq kisha ashtu. Desha të thoya që Albin Kurti nuk është thjesht nuk vjedh, mendoj unë. Po ta dëgjoni në mënyrën se si flet dhe mënyrën se si vendos, mënyrën si merr vendime qeveria e tij. Mos vjedhja. Po nuk është thjesht mos vjedhje, mos zotri. Kur ai flet në mënyrë shumë të saktë konceptuale shtetbërse. Kurse kur dëgjon Edi Ramën, ai flet thjesht narracion. Flet thjesht një prall me mbret, një narracion pa lidhje fare. Shkon, fjalimi i tij mund zgjasë rreth 1 orë gjys. Se çfarë thot, asgjë, gjëra pa kuptim. Di si e tret ngjela Edi Ramën? Mësues vizatimit. Ja, shumë mirë. Okej, Dima, pak pushimi juve të dy, Muslim Shedi, miku im, mirë se erdhe dhe fjala është për ty, i nderuar. Mirë se u gjeta. Mbani përshtypje entuziazmi që ka ky djalë i ri, nuk e morë vesh emrin për Albin Kurti. Ndeshëm me thonë se deri diku ka drejt, e ke parasysh.
po nuk mundesh me arrit deri në atë pikë sa me thonë që Albin Kurti është Mandela i Shqipërisë ose i Kosovës, është pak egzageruar me thonë drejtën. Është për të marrë si shembull, është për të, si më thonë, kopju në Shqipëni, në do të kishim kam në fat nëse do na delte një politikan me të njëjtën linjë veprimi si ky, pavarësisht se është edhe i majt, si unë si Bleoni nuk i kena qef majt. Po për çështjen për cilën po flasin na, besoj se është më madhore se sa ajo lufta mes majtës e djathtas, ne bëhet fjalë për çështjen e mjedisjes kombit ton. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. E dyta, deshta me deviju pak muhabetin ose me i dhënë drejtim muhabetit drejt kompetencës e Edi Ramës, rolit e Edi Ramës që shumë pak unë vizu si mram, si sot, për sa i përket arritjes saj marrëveshje, cilat janë përfitimet e vërteta të tij. Pse duhet mundohet në diskutimin e problemit në parim, se kur problemi nuk qëndron tek parimi i pranimit ose jo të refugjatëve. Problemi qëndron te fakti që na kena një shtet totalitar, mund me thonë, futeni në thojzë si doni, pak problem është dhe e punë, edhe kena një autokrat që bën çfarë dëshiron. Problemi jonë është tek gjesti, se ndoshta edhe ato, le të themi ato 3.000 refugjatë që po vikan, ndoshta nuk na shkaktojnë asnjë lloj shqetësimi. Ndoshta, sepse gjatë se garanci nuk kena. Nëse kena garanci për jetën në Shqipëri, jo garanci se refugjat mund t'ja kalojnë mirë, do njihen gjitha procedurat. Të pas parasysh korrupsionin që është nga ana e shtetit ton, të di mirë bose sa të korruptuar janë. Të pas parasysh sa korruptuar janë italian, ato mbati paçavure që zoti e di kur mund t'i dalin në fundi. E ke parasysh, po deshta që të naleshin më tepër në diskutim tek roli i Edi Ramës edhe arsye pse ai mund ta ketë bërë një marrëveshje të tillë, sepse unë nuk e ha atë baklaven që kanë atë çorbën që kanë gatu këta për çështjen humanitare, unë nuk ka lënë të poshtë, ndoshta e ka lënë të poshtë dikujt tjetër, ju baf mirë, po unë nuk e përtyp dot këtë sinqerisht, sepse ne nuk kena as vend, edhe nuk kena asnjë moment që na me prit refugjat, nuk e kena kapacitetin. Kjo është, po ta marrim nga ana teknike. Le të zgjerohemi pak Po, pra. Le të zgjerohemi pak te kjo Titi, sepse Petro për momentin është i pa disponueshëm, po un kam disa angazhime dhe pikat e tij dhe një nga ato është pikërisht ajo që ti sapo përmende, problemi i autokracisë që ekziston në Shqipëri. Pikërisht, pra, këtë nuk e kena nënvizu sa duhet, domethënë se ne po i diskutojmë mohabetin 360 gradë, po diskutojmë komplet çështjen 360 gradë, po më në punonën te pika më kryesore. Pika më kryesore është që ky është një vendim i arbitrar i një autokrati që nuk ka marrë parasysh asnjë lloj gjaje, sepse kanë nënshkruar marrëveshjen pa në parlament. Edhe pse në parlament ai ka për ta marrë, ne nuk e diskutojmë se ai marr në parlament. Kjo është e padiskutueshme, sepse është sultani i plotfuqishëm i Shqipërisë, Ne nuk e diskutojmë këtë gjë, po të paktën nuk u bë asnjë debat, më duket e ngriti Petro prapë këtë si çështje. Që nuk u bë asnjë debat që a ka njerëz që mendojnë që nuk duhet ndërmarrë veprimi i tillë ose nuk duhet nënshkruaj kjo marrëveshje me Italinë ose çfarë benefiti që kemi ne si vend për nënshkrimin e kësaj marrëveshje. Sepse ne nuk po shohim asnjë lloj benefiti, nuk është premtuar gjë. Nuk është e premtuar gjë atij ose në dorë. Ata mediat italiane po spekulojnë që ka marrë para, ka marrë diku te 20 milion euro për atë firmë. Po ne fakte provë nuk kena, ne kena vetëm hisyve. Edhe dim aq sa është e nevojshme di që kanë nënshkruar marrëveshjen, edhe ti si popull rreti ku jese, ma vaj votën mundesh i baje. Faleminderit. Duke u referuar tek dëshira jonë në përgjithshme, siç e kemi ne, edhe ti Titi është një nga dëshirat e tua, sa herë që ne diskutojmë pothuajse çdo lloj teme, e shtroj pyetjen për gjithë pjesëmarrësit dhe për gjithë ata që po dëgjojnë për momentin, edhe ata që do të dëgjojnë më vonë që mund të japin mendimin e tyre në komente. Tani si bëhet halli tani? E kupton, çfarë mund të bëj Bleoni apo Karli apo Besimi apo Gazi apo Titi, domethënë për këtë gjë burrë. Kupton se e dim tani, kjo është bërthama. Autokrat
vendimet e merr si I do vet, as të vetit nuk pyet, as të vetit nuk pyet ai. Jo më opozitën edhe njerëzit. Edhe ne kemi këtë lloj problemi, këtë lloj ngërçi. Tani, a kemi ne fuqi? Edhe në qoftë se ne kemi në fuqi, si mund ta përdorim këtë fuqi në mënyrë më të mirë? Fuqi kena, nuk është që nuk kena, problemi është se jena të përçantë, nuk po gjejmë dot një person që me vu lider një organizatë të mirëfillt ose një forcë politike të mirëfillt me një program të përcaktuar, me një statut të përcaktuar, me një njerëz që ka dëshirë me ndërmarrë veprime. Kena pa dash me ofendu, kena disa s'po I them pseudo lëvizje, kena disa lëvizje të vogla, cilat nuk I shoh aty ku duhet me kenë, nuk I shoh se janë se veprimet e tyre domethënë sjellin e farë frymëzimit për masat që mi u bashku aty me mbi çështjet që ata trajtojnë. Edhe I shoh pak të vakta dhe diçka e tillë më mbledh me dyshu. Do kisha dashur me kanë një lëvizje shumë më fort, shumë më intensive, pothuajse si ajo e vetvendosjes, fillimet e vetvendosjes në Kosovë. Ajo mendoj se do të kishte kanë një lart për Shqipërinë, po kena edhe problem tjetër madhor që pjesa më e madhe e rinisë për momentin është jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe pjesa kam përshtypjen, nuk pa dash më ofendu, kërkojnë pjesa më e madhe intelektualëve shqiptar janë jashtë shtetit. Kështu që organizimi mendoj do të marrë nga jashtë një lidhje midis organizatave shtet me shtet diasporës, edhe për me mujt me bë faktor për mujt mu mbledh e me kriju një diçka, një forcë politike që mund ta shpëtojë Shqipërinë nga halli ku është fut, nga çorsokaku ku jena fut. Sepse po shohim që partitë politike ekzistuese nuk kanë kurrë lloj force as dëshire për me hedh poshtë zotërinë, ndoshta hajde ton një sahan bash, si thojmë ne, edhe I kanë da ato hesapet e tyre krejt bukur, sepse nuk po vujnë ata, ai që po vujnë është populli, nuk po vujnë klasa që është në pushtet. Edhe menimi jem ky domethënë kjo mund të ishte një ndërzgjidhje, ose mendoj që mund të jetë zgjidhja më e mirë. Për sa kohë njerëzit që janë marrë në Shqipërinë nuk kanë forcë, dikush nuk është I motivuar, dikush nuk ka dëshirë tjetër, kanë edhe plane të tjera se njerëzit do me e vrasin me si me ça me hike me ndërtu jetën e tyre, sepse nuk është detyrë gjithë secilit si më thon më marr se s'ban me politikë, po të paktën asaj klase që mendon që ka pak brumë asaj I takon domosdoshmërisht që të merret me politikë edhe pse jo të ngrizonin për vendosjen e fatit të vendit tyre. Faleminderit. Po ndryshimi do më thënë për te mos përputhjes time në vendimet e qeverisë së shtetit motor të Kosovës, do më thënë, ideja është që lëvizjet tona janë jo vetëm të vakta, por edhe unë me të njëjtën fjalë formim si Titi, nuk dua që ti denigroj dhe ti demoralizoj, por nuk janë të mirë mjaftueshëm, nuk po bëjmë mjaftueshëm. Këto fytyrat që qarkullojnë në Shqipëri dalin, nxjerrin 20 karike, bëjnë muhabet me njerëzit, jo po këta janë të këqinj, jo po kështu, kurse ai pavarësisht ideologjive që ndjek të paktën është kafsh politike nga ajo anë dhe vërtet ato lloj ideologjie që ka në kokë beson edhe jep gjithçka për ata. Dhe unë do preferoja më mirë një person me të cilin unë nuk bie dakord, ama që e beson dhe lufton për idenë e tij, sesa një person që unë bie dakord, por që nuk ka kurriz, që nuk ka asnjë lloj bazamenti. Franci, pastaj Karli. Unë mendoj se domethënë një zgjidhje. Cili Francë, Leon? Unë, plesi. Afroçi, ku e ke çuar? E çove në dhomë tjetër telefoni? Më dëgjon tani? Po Leon, am dëgjon? Po jo, Karl, ty do dëgjoj, e kisha me Franci, se e kishte larg telefonin. Hajde. Cili Francë është të fol, nuk shoh kërkën. Unë jam plesi jam Francë. Plisi. Nuk e dëgjoj.
zgjidhje, cilën mendoj unë që është konkrete dhe mund të realizohet. Unë do kisha shumë dëshirë që të gjitha këto forcat politike që janë të shkoqura në Shqipëri, që me atë të Endri Shabanit, që të Arlind Qorit, që të Adriatik Lapajt, dhe asaj organizatës Diaspora për Shqipërinë e Lirë, cila fitoi gjyqin në gjykatën kushtetuese për të drejtat e emigrantëve, për votimin për të drejtat e emigrantëve, dhe në qoftë se këto 4 lëvizje, le të themi, të vogla, të cilat megjithse kanë ideologji të ndryshme, mund të bashkëpunonin, unë mendoj se mund të arrihet diçka. Dhe sa jemi ne këtu, le të themi, le ta shtym këtë që të bëhet realitet. Ti kontaktojmë sa mundemi këta njerëz që të mblidhen bashkë dhe të bëhen, të organizojnë, të krijojnë një front të përbashkët, që të spostojnë këtë opozitë të tmerrshme, që unë nuk mendoj se është opozitë, unë mendoj se janë uzurpatorë të huaj, më mirë le të themi këta një herë. Dhe më pas këtë qeveri komplet të menefergiste, që nuk do t'ja di fare për kombin shqiptar. Mendoj se zgjidhja vetme është që këto 4 forca e jashtme dhe ato 3 të brendshme të bashkoheshin dhe të krijonin këtë front. Edhe ne ta mbështesim sa mundem. Faleminderit. Karli. Karli është u fjet. Ti jepi. Jo, deshta me i thonë Francis që nështë nuk e din. Endri Shabani është prej si kur i ka shtri dorën, dhe më thonë, për me dalë në zgjedhje bashkë me Arlind Qorin. I kam në gjuni një intervjist, mëse ga bosh televizorët, këta nuk kanë pranu. Më thonë, këta lëvizjet e vogla vetë kanë divergjencë një në me tjetër. Për të ardhur keq. Po, jam dakord që është për të ardhur keq. Për sa i përket lëvizjes së Adriatik Lapajt, ajo nuk është sintetizuar akoma si lëvizje, nuk është kriju, domethënë mund të ekzistojë vetëm letra, se nuk ka filluar aktivitete bilis. Në mos u gabosh, ka një takim tash në nëndore, ka këtu në Londër, do kisha dashur me shku me një gjyse që thot me papi pamjen e tij. Flitet sigur do sjellë një lëvizje të djathtë, po sa të djathtë nuk e dim. Edhe e dëshiret, por zgjidhja mundet me ardhur edhe për një alternativë tjetër, nuk ka domosdoshmërisht, nuk ka pse të jetë domosdoshmërisht prej lëvizjeve ekzistuese. Mundet më balli lëvizje krejt e re, krejt e mirë, shumë më strukturuar se këta ekzistueset, shumë më fort se këta ekzistueset, ndoshta edhe më mirë financuar se këta ekzistueset. Shiko, kjo është problematike, sepse fatkeqësisht e dim gjithë atë shprehjen 2 shqiptar 3 parti, dhe shëmbëllehet më së miri me forcat e reja. Adriatik Lapaj paçka se e ka krijuar lëvizjen thurje bashkë me Endrit Shabanin, sot për sot ata nuk përputhen me njëri tjetrin dhe nuk kanë dëshirë të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Bile nga ana e Nismës Turi, unë mbaj mend, nëse Petro është duke dëgjuar të më korrigjoj, por në momentin kur ka qenë Twitter Space përpara zgjedhjeve i ftuar nga grupi Lolita zyrtarisht dhe kam biseduar me sa mbaj mend unë, ai kishte një lloj qasje shmangje, domethënë që jemi të gatshëm të bashkëpunojmë, po nuk kemi mjete, apo nuk kemi diskutuar, po nuk bëhet diçka, domethënë që s'është as mish as peshk. E ke parasysh që nuk thot flet shumë, por nuk thot asnjë gjë. Kështu që mendoj që nëse ka një gjë që është gjakatare, therse dhe shumë dëmtuese, por që ka funksionuar, vjen nga një vend që unë nuk kam asnjë lloj pëlqimi, që është Franca. Edhe Franca ja ka treguar vendin historikisht se ku e kanë ata që janë armiqt e Francës, ata që janë armiqt e individëve dhe të grupimeve dhe që funksionojnë jashtë interesave të përditshmërisht të francezëve, kushdo qofshin ata. Edhe ne këtë duhet ta studiojmë mbase dhe ta
implementojmë në një lloj mënyrë shqiptare, nuk është e thënë të bëjmë të njëjtën gjë, sepse as nuk mundemi, nuk e kemi kapacitetin, nuk e kemi eksperiencën me aq shumë demokraci edhe vitet demokraci që ka pasur Franca. Kështu që le të themi pse jo? E di se na duhet ne na duhet një si Sali Berisha apo lidhë ato. Kjo parasysh për mos jetë Qend Birqeni të jetë i sakt. Të paktën për një 5-6 vite, 7 vite. Pastaj të qarkulloj më vonë me të tjerët. Po na duhet dikush që është pasionant. Na duhet dikush që bën pothuajse ama jo çdo gjë, po pothuajse çdo gjë për të arritur atë çfarë ai do. Sepse unë mendoj dhe jam i bindur që në momentin e parë që ky rreth vicioz do të thyhet në këtë strumullar ku ne jemi futur, atëherë do ishte minimalisht pak më e thjeshtë për të kontrolluar ata që do vinë nga mbrapa. Shiko, përveç kësaj që the ti ekziston edhe një problem thelbësor. Nëse mon men nuk e di, ty ndoshta mund të jesh edhe i vogël, po jo edhe aq i vogël. Në vitet 90 kur ngritën studentë nuk pyeten se kush rritë në krye të mos apo të mrit. Kam përshtypjen se kishte mrit thika në palcë të herë nuk u duru. Problemi i sotëm që kena ne është indoktrinimi i masave në një farë mënyrët nëpërmjet mediave, sepse deshëm ne pushtetit ka kap mediat sot, vetëm le të themi vetëm media që ishte e pavarur, që ishte ajo Agon Channel të mbyllën me shpenzimet tona, pastaj filluan në sulmet kundrejt mediave të tjera me radhë, kështu që le të themi se që nga diaspora, dëshia diasporës për me arrit me organizu për me mujt me kontrastu këtë forcën e këtyne kësaj kaste që ekziston në Shqipëni, ato janë t'i dyrtinu më bë. Ti një gjë njerëzit që flasin për Edi Ramën plot pasion, plot patos, plot çfarë them atë nuk e di, më han as në kotën e verit nuk kam dëgjuar të fol njerëzit kështu. Ata më thon po ti pyesësh din për Sali Berishën, din të voglet e të mëdha të dhamë rrajnë rrëmall, ti kallzojnë, po ti pyesësh për Fadostanin nuk din asgjë. Nuk din asgjë çka ka bë Fadostani. Sepse gjithë informacionet që kanë marrë në televizor. Televizori ku shaka ka klani dhe në Top Channel e që i ka dhënë informacion ty, nëse nuk kanë marrë të Rai ose të BBC apo të themi në angli. Dhe si rrello janë indoktrinu nga mediat. Kështu që një pjesë e mirë nuk është se ka atë dëshirën për më ardhë me hell poshtë Edi Ramës, sepse në bëhen 2-3 ndërtesa të re një qytet, shkon e viziton ai për javë të Shqipëria të zot në bë modern. Më thonë një zhvillu, se s'di gjaj, sa është i zarë me punë në vetë, e kuptohet. Edhe kjo është një në atë probleme, edhe pa ta viles një diskutim me Karlin, pa ta ha një farë ide, si thosha që mjaftojnë 2,5 milion euro për mërzu qeverin, mjaftojnë në baj fushat të fuqishme në mediat sociale, edhe i mora 2 shembull, i kam marrë shembull Andrew Tate, që ka bë me punë vetëm Leku që ka arrit me grumullu, Vëmen që ka arrit me marrë, edhe këtë rastin e Big Brotherit të vjeshëm në Shqipëni me Luiz Ailin, dhe më thonë, fushatën e fuqishme që bat Top Channel në për mediat sociale, që i garantoj shikueshmëri, i garantoj vëmenjen edhe i bani gjithë njerëzit përfshim me atë emision. Unë do kisha thonë që një manovër e tillë, një stil i tillë do kishte funksionuar me hell poshtë edhe qeverinë. Problemi është se na mungojnë 2,5 milion euro. Faleminderit. Mirë, atëherë të dashur miq, unë mendoj se këtë pjesën e konsimuam deri diku, por kjo është një pus i thellë edhe duhet që të mblidhej përsëri mbase me ide të tjera edhe mbase me ndihma të tjera. Por për sot mendoj se mjaftohemi një herë për një herë. Unë ju falenderoj të gjithëve që morët pjesë, më bëhet shumë qefi që jeni të gatshëm të flisni,
Në hapësira publike normalisht kësaj herë do ndahet në dy pjesë, që pjesa e parë për sa i përket problemit marrëveshjes dhe pjesa e dytë për problematikat e brendshme që ne sapo folëm në këtë pjesë të dytë të ashtu quajtur. Po, ti ke diçka tjetër? Jo, vetëm sa me të përshëndetë, me thonë natën e mirë, zë tjetër. Okej. Atëherë gjues, edhe ju tani edhe ata që do vinë nga mbrapa ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju luh të gjithëve, edhe në qoftë se juve nuk mendoni, sidomos kur nuk mendoni siç mendojmë ne, të jepni mendimin tuaj, të na kritikoni nëpër komente, të jepni një farë lloj inputi. Domethënë është një diçka që më hamendja e keni detyrë ndaj vetes tuaj dhe më pas ndaj shoqërisë. Kështu që ushtrojeni fjalën e lirë. Unë nuk paguhem nga asnjëri, edhe nuk do ja ufshi komentet, por përkundrazi do ju përgjigjem dhe do ju ftoj në hapësira publike, kështu që ejani dhe bashkojuni këtij sheshit të fshatit të vogël të Twitterit që ne kemi kryer. Deri herën tjetër, unë ju përshëndes gjithëve, ju falenderoj. Mirupafshim. Mendoj që O shqipni, mendoj që je është. është thjesht, Kusht ka qit me kry